Pas veprimit të dhunshëm të Jozit, i cili shkaktoi një stuhi reagimesh në rrjetet sociale, Loredana ka thyer heshtjen duke dhënë një deklaratë publike. Ajo ka shprehur keqardhje për situatën e krijuar duke thënë: "Më vjen keq për këtë që ndodhi. Nuk e prisja një sjellje të tillë dhe nuk mund ta justifikoj. Ky veprim më ka zhgënjur thellësisht dhe nuk do ja fal kurrë." Në deklaratën e saj, Loredana ka bërë të qartë se ka vendosur të ndërpres çdo lloj komunikimi me Jozin, duke u shprehur se ky është një kapitull i mbyllur për të. Ka marrë vendimin të mos kem më asnjë kontakt me të. Ky gjest tregoi qartë se kjo histori nuk mund të vazhdojë më, theksoi ajo. Ngjarja ka ngjallur shumë reagime në publik, me ndjekës dhe figura publike që kanë dënuar sjelljen e Jozit dhe kanë shprehur mbështetje për Loredanën. Videoja e momentit u përhap me shpejtësi, duke ndezur një debat të gjerë për sjelljet e papranueshme dhe nevojën për t'u distancuar nga personat që transmetojnë energji negative dhe agresivitet. Me këtë reagim, Loredana ka dërguar një mesazh të qartë: "Nuk do të toleroj asnjë veprim që cënon dinjitetin dhe qetësinë e saj dhe ka vendosur të ecë përpara, duke lënë pas çdo person që nuk i sjellë respektin që meriton." Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.